Moderatorja e dashur për publikun shqiptar, Kiara Tito, ka ndarë një tjetër moment të ëmbël dhe plot stil me ndjekësit e saj në rrjetet sociale, duke publikuar një foto të një çante elegante që ka marrë si dhuratë nga bashkëshorti i saj, Luizi. Me një ton lozonjar dhe një ndjenjë krenarie, Kiara shkruan mbi imazhin e ndarë, edhe thoni pastaj që nuk ka gusto Louise Ailey, duke shoqëruar postimin me një emoji me sy të mbyllur dhe yje që theksojnë humorin dhe kënaqësinë që ndjen për këtë dhuratë. Në foto, shfaqet çanta luksoze e një marke të njohur në një ngjyrë të qelur elegante, e cila përputhet në mënyrë perfekte me stilin minimal, por gjithmonë të rafinuar që karakterizon Kiarën. Kjo nuk është hera e parë që Kiara ndan me ndjekësit e saj detaje të vogla, por kuptim plota nga jeta e përditshme me Luizin. Këto momente të vogla, të thjeshta por të mbushura me dashuri dhe shije, i japin ndjekësve të saj një ndjenjë afërsie dhe autenticiteti, duke e bërë atë një nga figurat më të dashura të ekranit shqiptar. Reagimet në rrjet nuk kanë munguar, me ndjekës që komentojnë për stilin e Kiarës, për shijen e Luizit në zgjedhjen e dhuratave dhe për lidhjen e tyre që vazhdon të jetë frymëzuese për shumë çifte. Ti e meriton çdo gjë të bukur, shkruan një ndjekëse, ndërsa një tjetër shton, Luizi ka shije dhe dashuri në zemër, kjo duket. Nuk mungojnë as komentet humoristike, ku ndjekësit e krahasojnë Luizin me burrin ideal që e njeh stilin e gruas dhe nuk harron ta surprizojë. Kjo foto e thjeshtë, por me shumë kuptim, është edhe një tjetër dëshmi e lidhjes së fortë dhe harmonike mes çiftit, që edhe pas 2 vitesh bashk po vazhdon të ndajë çdo gjë me ndjekësit e tyre, duke shpërndar dashuri, humor dhe shumë stil.